Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar në fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë ndodhi mesnatën e ditës sotme ku Adriatik Lapaj përfundoi në spital, të paktën sipas Adriatik Lapajt, policia ka ushtruar dhunë dhe tashmë ai do t'i bashkohet përsëri protestës që e rinisi në orën 19:00. Po sikur mos mjaftonte vetëm kjo gjë. Do diskutojmë mbi atë se çfarë do ndodh vitin 2026. Do diskutojmë mbi zhvillimet politike. Ditën e sotme Sali Berishës duket sikur janë firuar protestuesit. Në mëngjes ishte në SPAK, ku ju komunikua akuza e re. Një akuzë e cila kishte të bënte me përfitime që kanë pasur familjarët e tij gjatë kohës kur ai ka qenë kryeminist. Një sër sulmes ndaj Altin Domani, duket se gjua nuk ka ndryshuar, por edhe ditën e sotme vetë zoti Berisha ka thritur foltoren përballë kryeministrisë. Dhe duket sikur janë paksuar njerëzit, a është kjo një strategji e zotit Berisha, këto ngelet për të diskutuar. Në fakt do diskutojmë edhe mbi ato perspektiva se çfarë do të bëjë SPAK, çfarë do të bëjë qeveria Rama në këtë vit të ri. A do të jenë njëjtat talle, a do të kenë njëjtat probleme me SPAK? Dhe çfarë do ndodhi në kampin opozitar? Duket sikur partitë opozitare janë të shpërndara sa në një qendrim me një qendrim tjetër. Kam kënaqësinë në fakt diskutoj dhe të kem në studio avokaten dhe juristen e njohur Alesia Balliu. Alesia, përshëndetje. Faleminderit për ftesën, Armal. Alesia, faleminderit ju për kohën tuaj. Do doja ta nisim menjëherë për të marrë një koment dhe si avokate, por edhe si njeri i cili keni pasur dhe keni mjaft kohë që angazhoheni politikisht si aktiviste. Në fakt se nuk keni pasur poste politike dhe s'mund t'ju atashojmë edhe pse bindjet tuaja apo ideologjia është diçka tjetër. Ditën duke u zbardh mëngjesi, në çdo media qarkullonin lajmet që Adriatik Lapaj ishte në spital. Si e pat në fakt këtë lajm dhe si u ndjet? Faktikisht, unë nuk e suportoj dhe nuk e kam suportuar kurrë dhunën. Dhe pa diskutim që protesta është e lirë për çdo qytetar i cili nuk ushtron dhunë që ta kryej dhe të ketë zërin e tij kundra qeverisë dhe kundër diçkaje të cilën ai e konsideron të padrejtë. Duke parë ndodhit edhe ngjarjet, pa diskutim që unë e dënoj dhunën e ushtruar nga policia e shtetit ndaj zotit Lapaj dhe protestuesve të tij. Pasi me sa kam ndjekur, nuk e kam parë të dhunshëm zotin Lapaj ndaj policisë shtetit gjatë gjithë kësaj periudhe që ka bërë qëndresën përballë kryeministrisë. Kështu që pa diskutim që askush nuk ka të drejtë të dhunoj protestuesit, të dhunoj qytetarët dhe pa diskutim mendoj që zoti Lapaj duhet bëjë një denoncim ndaj individit cilin e pretendon që e ka dhunuar. Alesia, janë të nevojshme këto situata kur vetë zoti Lapaj aty mjafton ka protestuar, ka qenë qetësisht në pozicionin e vetë dhe policia duket se ka ushtruar një dhunë. Është e nevojshme në këto momente, këtu të pyes edhe si avokate dhe si juriste. Po, absolutisht këtë po thoja që nuk është e nevojshme dhe nuk është e pranueshme dhuna në asnjë lloj momenti dhe në asnjë lloj çasti kundër një proteste, kundra një grupimi, kundra disa individëve cilët mendojnë dhe pretendojnë që janë shkelur drejtat e popullit. Është e drejtë demokratike në çdo shtet votës, jo vetëm në Shqipëri, që të ngrihet zëri kundër qeverisë dhe kundër padrejtësive. Për sa kohë protestuesi nuk është i dhunshëm dhe pa diskutim për sa kohë protestuesi nuk linçon me gjuhë banale policinë e shtetit. Në të dyja rastet, unë nuk e kam parë që zoti Lapaj të ketë qenë agresor me policinë e shtetit, nuk e kam parë të ketë qenë banal me policinë e shtetit dhe pa diskutim që e kam parë paqësor dhe ka qenë një protestë në cilën shumë aktivistë kanë sakrifikuar në këto ditë ftohta janari që kanë qëndruar ditë e natë përpara kryeministrisë. Alesia, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, vetë zoti Lapaj ka propozuar 2 emra konkret për kryeministër teknik për Parim Kabon dhe doktorin e njohur. Në fakt, si ke parë
Janë deklarata të nxituara, në opinionin tim personal, nga zoti Lapaj, pasi zoti Lapaj duhet të kuptoj që është forcë e tretë, që t'jemi dakord. Dhe në qoftë se do ndodhte një qeveri teknike, gjë që akoma nuk ka ndodhur, Rama ka thënë që unë ka marrë 83 mandate për çfarë duhet ta jap qeverin teknike, duhet pa diskutim të ishte një tryezë e përbashkët dhe pastaj të kalonim të diskutimet për emrin. Po përsa nuk ka një diskutim tillë, përsa Rama nuk ka dhënë asnjë lloj indici apo një lloj sinjali që do jetë apo do ketë qeveri teknike, këto janë muhabetet cilat nga ana ime një lider, një partie opozitare nuk duhet i bëj pasi janë të nxituara. Janë deklaratat të nxituar dhe janë deklaratat cilat për momentin politik që flasim, për aktualitetin politik që flasim, nuk është se ne kemi një diskutim për një qeveri teknike. Qeverin teknike e kërkon zoti Lapa, e kërkon zoti Berisha, por duhet pranojmë faktin që ai që ka fituar, ai që ka 83 mandate, nuk e konsideron fare qeverin teknike. Pasi ai thot, unë kam fituar. Tani, ne pa arritur tek diskutimi, pa arritur te tryeza, pa arritur te bisedimi, si mund të kalojmë ne te emri i personit që mund drejtoj qeverin teknike. Në këtë prizëm dhe në këtë situatë aktuale politike që jemi, mua më duken deklarata të nxituara, por ndoshta edhe rezistenca dhe i ftohti bëjnë të vetën. Alesja, në qoftë se qëndrojmë në këto zhvillime, dua të marrë një koment nga ju, po diskutohet shumë këto ditë paktën që me arrestimin e Maduros, që e njëjta s'ke mund të ndodhi edhe në Shqipëri. Kë shikon më të rrezikuar, Ramën apo Berishën? Tani, se kjo është një situatë shumë komplekse. Një situatë e cila nuk mund të krahasohet Shqipëria me Venezuelën. Si për pozicionin gjeografik, si për pozicionin politik, si për interesat që e lidhin dy shtetet, si për pjesën e aktualitetit politikës që po ndjek SBA-ja. Pasi SBA-ja i cënonte sigurinë Venezuela. Shqipëria nuk është se po cënon sigurinë e SBA-s në rast parë. Në rast të dytë pastaj, nuk mund ta krahasosh Ramën me Maduron, pasi Maduro transportonte miliona tonelat kokainë për t'i shitur në Shtetet e Bashkuara të Këto janë dhe akuzat e opozitës fakt për Ramën. Të Ramën. Amerikës. Tani, opozita ka marrë flamurin edhe pa diskutim që situatën e Maduros bën krahasime absurde e krahason me të vetën. Kur ndërkohë lideri i opozitës është non grata po nga Shtetet e Bashkuara. Këto thonë ne jemi me Amerikën, po Amerika nuk është me këta. Nuk është Amerika me... Pa nuk është Amerika. Amerika ty zotrit ka mbyll derën. Amerika ty zotrit ka thënë për sa kohë ti aty ne nuk negociojmë. Dua të kujtoj Ermal, po ta mbash mend deklaratën që bëri në ato vite ambasadorja Yuri Kim, që tha nëse doni ta një barë, ka qenë pikërisht tek selia e Partisë Demokratike, që ka qenë një mesazh që ajo dha demokratëve. Apo jo. Kështu që në këtë prizëm unë nuk e shoh fare situatën e ngjashme. Pastaj që spaku po punon. Që Amerika këtu ka bërë goditjet e veta i ka bërë, pa diskutim, dhe dua të ritheksoj prapë që e para goditje që Amerika ka bërë ka qenë ndaj Sali Berishës me non gratën. E para goditje ka qenë... Pa diskutim, ka qenë ndaj Sali Berishës, duke shpallur non grata për korrupsion. Tani këto thonë ne jemi me Amerikën, po lideri jon nuk pranohet në Amerikë. Lideri jon është non grata nga Amerika. Pra ju thoni... Tani, në këtë prizën, pa kalu të Ramas, do kalujmë dhe të Rama, pa diskutim. Por, unë shoh një derë të mbyllur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe raporti ndërkombëtar me Selim Blu për sa kohë në krye të saj qëndron Sali Berisha. Pra Alesja, ju thoni që... Kështu që ato nuk mund të thojnë ne jemi me Amerikën, kur Amerika i ka mbyllur dyert kryetarit saj. Kur Amerika nuk e pranon tavolin kryetarit. Kur Amerika nuk e pranon shtëpinë e tyre për mos milionave të lobimit që bëri Sali Berisha. Nuk ja doli dot. Alesja, qofse qëndrojmë në këto zhvillime. Se nëse Trump kërkonte demokracinë, edhe kërkonte garancinë e shtetit ligjor në Venezuelë për popullin,
Nuk mund të vëj këtu në kryet popullit një të korruptuar, cilin e ka shpallur SBA-ja të korruptuar, për ta risjellë prapë në pushtet. Pra kjo është vetëm një fabull që krijojnë partitë politike? Kjo është një iluzion. Jo fabull që këto knaqin vetveten dhe mbajnë gjallë elektoratin në paaftësinë e tyre për të mundur kundërshtarin politik që është Rama. Sa ato ka një kundërshtar politik shumë të dobët, se me gjithë punën që ka bërë SPAK-u, Rama nuk do të kishte zgjatur një javë. Por duke qenë personi i cili përballë ti është non grata, atëherë njerëzit ngelen pas zgjedhja dhe pas zgjedhja. Që do të thotë, Rama ka gjithë qeverinë e korruptuar. Apo jo? I ken SPAK. Ne kemi liderin e opozitës të korruptuar, me miliona euro pasuri. Përballë këtij fakti, çfarë do bëj populli? Lisja, ju mendoni që fati i Maduros më shumë lidhet me modelin apo me faktin që Amerika ka goditur Berishën se sa Ramën? Jo, unë nuk e thash këtë. Unë të thash që Trump goditi liderin e Venezuelës për t'i sjellë qytetarëve demokracinë. Tani këtu ka shpallur dikë që e minon demokracinë dhe ka shpallur non grata për korrupsion, që është Berisha dhe nuk është Rama, se në djenin time nuk e ditë ketë në njoftim zyrtar që Rama është non grata nga SBA-ja, deri tani që flasë. Asnjë njoftim zyrtar. Tani, sepse Maduro ne ai e kishte paralajmëruar disa herë Trumpi, dhe pa diskutim kanë pasur deklarata të bëra për njëri tjetrin. Ndërkohë në Shqipëri nuk është se keni deklaratë, nuk është se Shqipëria po cënon sigurinë kombëtarët Amerikës, nuk e shoh që do ketë Rama fatin e Madurës, sepse nuk ka si ta ketë Rama fatin e Madurës. Janë dy histori shumë të ndryshme. Këtu i trombotojnë në kontekstin që duan t'ja ushesin elektoratit, t'ja ushesin demokratët, për t'i dhënë zemër. Për t'i dhënë zemër dhe për t'i mbajtur në lojë që t'i dalin Berishës të protestat, të foltoret për të ruajtur veten, për të ruajtur fëmijët e vet dhe për të ruajtur pushtetin e tij për qenë gjithmonë i dyti. Pasi Berisha nuk po pretendon të fitojë. Alesja, qofse qëndrojmë në këto zhvillime dhe në këtë situatë politike, SPAK ditën e sotme i ka komunikuar akuza të reja zotit Berisha. Të paktën sipas asaj se çfarë tha zoti Berisha, që familjarët e tij kanë përfituar nga pushteti politik i zotit Berisha, e shikon sikur po i ngushtohet laku zotit Berisha në përballjen me SPAK, dhe ai shikon të trembur zotin Berisha në këtë përballje në këto momente, apo do të vazhdoj përsëri me të njëjtën divizë ku do të sulmoj Domanin duke i vendosur mbi emrin Troplini e gjitha këto. Tani, për vërtetës Berisha ka lozur më bukur me SPAK-un se çdo politikan tjetër në Shqipëri, sepse po ta vësh re Meta, Velia e dhe gjithë tjerët e kanë pasur fatin mbas hekurave. Ameta e narrative, kurse Berisha është duke u mbivendosur dhe duke bërë liderin e opozitës dhe duke pretenduar në imagjinatën e tij që mund të ketë qeveri teknike dhe mund të ketë zgjedhje për të ardhur Partia Demokratike në pushtet. E shoh periudhën e Sali Berishës përfunduar në Shqipëri, e shoh Partinë Demokratike të pashpresë, e shoh Partinë Demokratike që edhe nesër të hyjë në zgjedhje dhe t'ia japi Rama qeverinë teknike, pra Partia Socialiste i fiton zgjedhjet. Pasi PD-ja ka një leadership i cili është i korruptuar dhe PD-ja nuk është reformatuar, PD-ja nuk ka bërë një analizë zgjedhjeve, PD-ja nuk mund të ketë një program që t'ja ofrojë si alternativë qytetarëve që t'jetë opsioni i qeverisës nesër. Kështu që në këtë prizëm unë e shoh në disfat Partinë Demokratike përballë PS-s, përballë takimeve impenjative që PS-ja është çdo ditë në terren me elektoratin, dhe kjo nuk ka të bëjë fare vetëm me liderin e Partisë Socialiste. Pasi unë e them dhe rithem, mos jetë Berisha në kryet opozitës, Rama ka përfunduar politikisht. Alesja, qofse qëndrojmë në këto zhvillime, e shikon të mundshme, sepse brenda Partisë Demokratike tashmë ka dhe një përplasje që është bërë gati publike dhe ka akuza të ndërsjellta, të Flamur Nokës me Ervin Saljanin. Si e ke parë këtë betejë midis Saljanit dhe Flamur Nokës? Vetë zoti Berisha ka thënë ai ka kaluar vijën e kuqe për Saljanin, në anën tjetër Flamur Noka e ka akuzuar për lidhje me krimin. Tani, unë më kujtohet Lulzim Basha, se s'dua të bëhem përsëritse, po do ta rrithem prapë.
Lulzim Bashën për ta sulmuar Berisha që nuk shpiku në ato vite. Dhe pa diskutim, një ndër shprehjet më të bukura të Bashës ka qenë kur tha për ta njohur Berishën, tha duhet ta kesh përballë. Dhe pa diskutim deri dje Saliani ishte heroi që bëri burgun politik, apo jo? Sot u bë miki Bajrave, sot u bë miki Suel Çelës, sot u bë Saliani njëshi i krimit organizuar. Dhe këto bën që sharak. Se tani o ka lidhje Rama me krimin organizuar, o është Saliani që nga burgu Fierit komandoi gjithë krimin organizuar. Apo ja. Kështu që Berisha përballë një kundërshtari politik, pa diskutim që shpifja dhe linçimi është mjeti i tij kryesor që ta denigroj figurën. Njëjtën gjë e bëri me Lulzim Bashën, njëjtën gjë po e bën edhe me zotin Saliani. Fakti që ka hyrë dhe Flamur Noka në lojë si e komenton? Po për çfarë ka hyrë Flamur Noka? Edhe Flamur Noka ka bërë akuzat forta, edhe për Elbasanin. Ai shpiku Nenin Basha, apo jo, zotri? Po, zoti Berisha. Po, e shpiku sepse donte që të merrte leadershipin e Partisë Demokratike. E shpiku Nenin Basha sepse i duheshe. Tani po ta krahasoj me Salianin, shpiku termin vetë për jashtim. Këto nene, këto terma, Berisha i shpik sa heri nevojiten. Sepse nëse Sali Berisha do respektonte zotri statusin e partisë, Nenin Basha ai sot nuk do ishte më kryetari i PD-s. Do jepte dorëshën dhe nuk do kishte të drejtën të rigaronte, apo jo? Jemi dakord deri këtu? Tani e shpiku termin vetë për jashtim. Tani nesër mund ngrihet një person nga gjumi dhe thot gazetari Ermali ka lidhje të forta me krimin organizuar. Ta marrim në këtë lloj prizmi analizën. Po, do dalë do themun, po kam lidhje. Po më përni, tani, nëse këto fjalë merren të mirëqënta nga të gjithë, pasi provë, pasi fakt, ky është i veshët ne të besojmë këdo që bën shpifje. Tani Flamur Noka akuzon Salianin. Çfarë prove ka Flamur Noka për Salianin? Asnjë të vetme. Dhe arrim të ka që them unë, që për të eliminuar këdo që tenton të marri kryesinë e PD-s, Berisha pa diskutim që i denigron imazhin duke shpikur dhe duke përdorur të gjithë metodat si ujki vjetër i politikës që është për ta zvogluar personin që mund të ketë përballë. Alesja, ditën e sotme Berisha ka bërë përsëri foltore, por duket sikur po i fjerojnë njerëzit. Është e vërtet që po i largojnë njerëzit zoti Berisha, apo thjesht nuk po mobilizon më aq veta sa duan? Ti vetë edhe me eksperiencën, po edhe duke qenë se e një mira të parti. Si e ke parë? Unë mendoj që njerëzit janë lodhur nga interesat personale të Sali Berishës për të mbrojtur lëkurën e vetë dhe pa diskutim që sa vjen edhe ajo parti do të kurret, nuk ka se si ajo parti të bëhet më e madhe. Më e madhe bëhet me njerëz që kanë vizion, me njerëz që duan të ecin përpara, me njerëz cilët arrin të rigjenerohen, po jo me të njëjtat figura që ruajnë vetëm interesat e tyre personale ndër vite dhe sjellin vetëm dështime, sjellin vetëm humbje dhe sjellin vetëm justifikime. Dhe pa diskutim që humbsi nuk duhet jetë aty që të justifikohet. Në rastin konkret nuk i drejtohen vetëm Berishës, po gjithë drejtuesve politik të Partisë Demokratike që kanë qenë pjesë e zgjedhjeve. Sali Berisha arriti me sukses ta kthente Partinë Demokratike në regres siç e kishim në 2013-ën, sepse duhet ta pranojmë dhe ta analizojmë qartësi këtë fakt. Në atë nivel mos më keq është sot PD-ja. Sepse ne në 2021 ishim prag fitores dhe pa diskutim që Partia Demokratike kishte një progres dhe kishte më shumë mandate deputetje. Në këtë situatë, mendojnë që Berisha, duke qenë se pritet që të ketë dhe zgjedhje Partia Demokratike vetë, foltorja e Salianit, po ashtu zoti Berisha po bën foltore, e shikon të mundshme të bëjë një hapas, apo mendoni që zoti Berisha nuk do lëshoj karrigen e vetë deri në fund? Atëre duhet kesh iluzione të kota që të mendosh që Berisha do bëj pas. Berisha ka thënë deklaratën e tij, pa diskutim, ka thënë që unë do garoj në prill për kryetar të Partisë Demokratike. Ai e ka vërtetuar që nuk jeton dot pa pushtet, e ka vërtetuar që ajo parti është pronë e tij personale dhe private dhe pa diskutim si të tillë do ta trajtojë.
nuk e shoh që ai do bëj pas, nuk mund bëj pas, pasi ai është një situatë ku e vetmja gjë që intereson është të ruajë dhe të mbrojë status quo-n e vet dhe interesat e vet personale dhe familjare. Nuk i intereson absolutisht e ardhmja e asaj partie apo fitoria e asaj partie. Sali Berisha ka qenë 2 herë kryeminist, ka qenë president. Nuk është se Sali Berisha nuk e ka provuar shihen e pushtetit. Kështu që në këtë prizëm e shoh vetëm që ai sot po ruan sërish pushtet në këto ditë të fundit, do thoja, ti politike për t'i shërbyer po familjes vet. Alesja, qofse vazhdojmë në këto zhvillime edhe në këto ngjarje, mendoni që po flitet që s'pak, dhe këto janë fjalë që qarkullojnë nëpër Tiranë, që këto 3 muaj do të ketë një tronditje si nga krau i opozitës, si nga krau i mazhorancës. Mendoni që SPAK do të bëj goditje dhe si e keni parë punën e SPAK-ut deri në këto momente? Është një punë që duhet përshëndetur, është një punë që ka ngritur besimin të qytetarët, është një punë që të korruptuarit i ka vënë përballë drejtësisë, përballë hekurave, është një punë të cilën e ka bërë për hir vërtetës dhe për opozitën, se sot SPAK-u është opozita e vërtetë e pozitës dhe pushtetit, dhe pa diskutim që ka arritur të përcjelli besueshmëritë lartë e publiku dhe gjithë populli ka syt nga SPAK-u. Nuk i ka syt më nga opozita. I ka vetëm te SPAK-u, i ka vetëm te drejtësia dhe i ka vetëm tek rezultatet që drejtësia do japi. Dhe pa diskutim, SPAK-u ka goditur Ramën, ka goditur pothuajse gjithë njerëzit më të besueshëm të Ramës, ta nisim te Velia, te Balluku, te Akshi, dhe duke parë parasysh gjithë punën që ka bërë, prap opozita nuk arrin të frymëzoj. Prap opozita nuk arrin të fitoj. Prap Berishës nuk i rrin populli në qendres. Pse? Sepse populli shqiptar nuk e do Berishën krye. Dhe problemi real, një ndër problemet reale sot të shtetit është pa diskutim edhe lideri i opozitës. Në këtë situatë, shikoni duke qenë se disa dosje janë drejt afatit, mendoni që do të ketë eksponent Partisë Demokratike që mund goditen nga SPAK, duke qenë se disa janë e hetim, edhe një pjesë e tyre ka kallëzuar njëri tjetrin SPAK? Patjetër, Flamur Noka duhet patjetër t'japi përgjigje për pronat e tij, përballë drejtësisë dhe përballë publikut. Do duhet japi përgjigje? Patjetër, nëse janë fituar në mënyrë të palishme dhe janë fituar nga ofiqi që ka pasur në Partinë Demokratike. Do psohet Berisha, Alesja, në qoftë se goditet Flamur Noka nga SPAK? Më i dobësuar se ç'është Berisha, nuk ka ku të shkojmë më. Dhe dobësia e tij duket përballë një pushteti i cili është i gjithë i kapur, është i gjithë i kapur në korrupsion, është i gjithë i kapur në vjedhje, është i gjithë i kapur në gabim. Dhe kaq i dobët sa është Berisha nuk po arrin dot as shumë. Në fakt, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, ditën e sotme Klodian Brau ka bërë disa ndryshime dhe kjo është pyetja e fundit, ka bërë disa ndryshime të cilat lidhen me pozicionin e SPAK-ut. I ka dhënë një detyrë të re Altin Dumanit, Marrëdhëniet me jashtë. Marrëdhëniet me jashtë, po, por si e ke parë në fakt, si mendon që do të veproj Brau për 2026 dhe shikon që do të jetë po aq efikas sa zoti Dumani? Kam një përshtypje që do jetë edhe më efikas se Dumani, pasi është një natyrë më strikte dhe më i ftohtë, me sa kam perceptuar deri më tani. Unë uroj që të ketë dyfishin e rezultateve Dumanit, sepse pa diskutim është drejtësia ajo që nesër do të sjellë një elitë të re politike në Shqipëri. Na pëlqen apo nuk na pëlqen. Faktikisht elita politike dhe ndryshimet politike gjithmonë vinë nga populli, vinë nga masa dhe vinë pa diskutim nga qytetarët. Por në rastin e Shqipërisë ka nevojë që kjo elitë e vjetër e këtij tranzicionit pastrohet nga drejtësia dhe çdo kusht japi llogari për korrupsionin që ka bërë me lekët e qytetarëve përballë institucioneve drejtësisë. Dhe pa diskutim ajo do pastrojë rrugën që nesër t'i dhurojë shtetit shqiptar një elitë të re politike më të mirë, të pa korruptuar dhe pa diskutim që të jetë aty për të bërë shtet dhe jo për të ruajtur pushtet. Alesja, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishe pjesë e kësaj bisede. Faleminderit ty, Ermal. Të dashur miq, duke falenderuar secilin për ju që na ndoqi live në këto momente në Antena Televizion në emisionin Sinjal, mos u largoni, rikthehemi pas pak në fakt me atë se çfarë po ndodh brenda dyerve të SPAK-ut.
Rikthehemi pas pak minutave përsëri këtu në Antena TV, mos u largoni nga emisioni Sinjal dhe nga unë Ermal Peçi, shihemi për pak.